Të huajt që prej vitesh janë dyndur në Dubai, kanë nisur të largohen dhe thonë se nuk do të kthehen më, pasi kanë frikë për jetën e tyre dhe shohin bizneset të shkatëruara, ndërsa raketat vazhdojnë të bien mbi Emiratet e Bashkuara Arabe. Dikur një parajs pa taksa, që tërhiqte influencera nga i gjithë bota dhe mijëra të tjerë që kërkonin mot të ngrohtë dhe rrugë pa krime, imazhi i krijuar me kujdes i Dubait është shkatëruar dhe banorët besojnë se qyteti i ëndrave tani ka mbaruar. Emiratet janë shënjestruar nga sulme të vazhdueshme iraniane me raketa dhe dron, ndërsa regjimi godet aleatët e SBA-s në lindjen e mesme. Dubai ka qenë shënjestra e 2/3 të raketave të Iranit dhe 3 shpërthime masive tronditën qytetin të mërkurën në mëngjes, me aeroportin ndërkombëtar që pësoi dëme. 4 persona u plagosën kur 2 dron goditën terminalin, ndërsa një sër linjash ajrore të mëdha anuluan të gjitha fluturimet në rajon për javë të tëra. Edhe hoteli i famshëm Fairmont në Palm Jumeirah u godit nga Irami, ndërsa punonjësit në bankat perëndimore braktisën zyrat e tyre për shkak të kërcënimeve nga Republika Islamike se ata ishin objektivat e radhës të sulmeve të tyre.